Thëmë kjo, Erion Veliaj ka drejtën të ankoj. Patjetër. Të ankoj. Nuk diskutoj. Që ndalon do të askush, as nga burgu, as i dënuari me vdekje, nuk i ndalon do të njeri të drejtën të ankohet. Edhe sipas nenit kushtetutës aty, të paktën një lexim të parë, se nuk jam konstitucionalist, domethënë. Në momentin që dikush ankohet, vendimi pezullohet. Derisa të marrë një vendim përfundimtar gjykata kushtetuese. Tani presidenti i Republikës ka nxjerrë një interpretim tjetër, sipas cilit do të shkon në gjykatën administrative. Nuk është punë për gjykatën kushtetuese, por është punë për gjykatën administrative. Dhe mua këtu më duket sikur presidenti i Republikës ka marrë kompetencat e gjykatës kushtetuese, është gjykata kushtetuese ajo që duhet marrë vendimin nëse ankesa e Veliajit është për të apo është për gjykatën administrative. Dhe gjithë kjo na fut në një qorsokak kushtetues. Unë nuk jam konstitucionalist vetë, por dëgjoj të gjitha argumentet. Ku e domosdoshme është që gjykata kushtetuese të shprehet një orë më parë. A ka mundësi nesër? Pra, Erion Veliaj sot është ankuar në gjykatën kushtetuese për dekretin e presidentit. Unë mendoj që gjykata kushtetuese do ta shoh si detyrë edhe kushtetuese, edhe patriotike, që të shprehet një orë më parë për ankesën e fundit. Pastaj le ta trajtoj në thellësi sa kohë duhet shkarkimin e Erion Veliajit. Por ankesën e dytë të Erion Veliajit, që dekreti i presidentit është i paligjshëm apo antikushtetues, duhet ta shqyrtoj një orë më parë. Sepse ne rrezikojmë të hyjmë në një proces zgjedhor, ku, ç'të them unë, 5 ditë para zgjedhjeve, mund dalë gjykata kushtetuese dhe thotë andalim loje. Çfarë kuptimi ka? Çfarë kuptimi ka? Dhe unë do doja shumë një njeri nga gjykata kushtetuese të na thoshte nesër se kur do ta trajtojë gjykata kushtetuese dekretin e Begajt. Dhe pse jo në mënyrë urgjente, qoftë nuk do jetë urgjente. Sepse pasojat do të jenë shumë të rënda, dhe nga pikpamja e sigurisë juridike dhe nga pikpamja e jetës politike në përgjithësi. Ne paguaj gjykatës që ka një punë goxha të respektuar edhe goxha të mirë shpërblyer, dhe ky është rasti që ata ta bëjnë detyrën e tyre dhe të shkojnë përtej opinioneve. Se unë mund të kem opinion, është antikushtetues, dikush tjetër mund të ketë opinionin që është kushtetues. Por këtë gjë nuk e ndaj as unë, as ai që është në anën tjetër. Duhet ta ndaj gjykata kushtetuese. Në momentin që e ndan gjykata kushtetuese këtë punë, debati pastaj është thjesht filozofik. Nuk është më debat i mirëfill. Gjykata kushtetuese i jep drejtim kësaj pune. Pra, qoftë dekreti është i vlefshëm, zgjedhjet janë në 9 nëntor. Ne nga pikpamja politike duam që zgjedhjet mbahen një orë më parë, pa diskutim. Por ne na duhet një vendim i gjykatës kushtetuese që ta sqarojë kushtetueshmërinë e këtyre veprimeve. Nuk mund të shkojmë verbrisht, të ecim përpara verbrisht. Ti mendon kështu, unë mendoj ashtu, edhe thjesht pastaj të jenë llogaritë politike ato që vendosin se si do të procedojnë aktorët politik. Duhet të ketë qartësi. Dhe qartësia duhet të jetë e plotë. Dhe njëherë, gjykata kushtetuese ka 2 vendime për të marrë. Vendimi urgjent është ky i dekretit të presidentit, pastaj vendimi tjetër është shkarkuar, s'është shkarkuar, nuk e di sa kohë do.